Rritja e temperaturave shton fluksin e pacientëve në urgjencën qendrore të QSOT-s. Numrin më të lartë të rasteve mbajnë shqetësimet kardiake për të cilat stafi i urgjencës thotë se nuk po njohin më mosh. Diagnozat më shpesha në urgjencën tonë janë diagnozat kardiake. Po shifni të gjitha llojet e moshave? Të gjitha llojet e moshave. Kemi hasur edhe raste nga 20, 18, 19 me çrregullime të ritmeve dhe deri në 101 kemi pasur. Duke qenë polivalente, kjo pikë e ndihmës së parë përballon rreth 250-300 urgjenca në ditë, duke krijuar në ndonjë rast edhe radhpritje, të cilat sjellin padurim në radhat e pacientëve të sëmurë. Duhet bërë zgjidhja e rasteve që është më rënd, sigurisht që do marrë përparësi dhe do vlerësohet i pari. Nuk është e njëjtë perceptimi i jon për historikun ose për ecurinë e pacientit me gjykimin e familjarëve. Përderisa paraqitemi në spital, ju lutem jini pak më të dorushëm dhe besojeni vlerësimit të mjekut dhe të infermierëve. Personeli kërkon nga pacientët të respektojnë hallkat e sistemit për të mundësuar një shërbim cilësor. Një ndihmë që kërkojmë ne nga familjarët ose nga pacientët, ju lutem përdorni gjithë instancat që Ministria e Shëndetësisë ka vënë në dispozicion, që edhe ne të jemi më të çfryrë në pjesën e volumit të pacientëve dhe pacientët që paraqiten pastaj te ne të marrin një shërbim sa më cilësor. Urgjencat janë njësit me ngarkesën më të lartë të punës në sistemin shëndetësor, ajsa puna nuk njeh orare. Orari kur vim e dim, po kur ikim pastaj është çike vështirë ta ndajmë.